Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Babu fadli Masjidi Quba wa fadli salati fihi wa ziyaratihi. Mirësia dhe vlerat e xhamisë Quba dhe shpërblimi I namazit në të. Quba është një lagje e Medinës, po aty si fillim ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në Medinë. Aty ka pas dajat e vet. Dhe kush e kujton historinë e pejgamberit alaihi wasallam kur erdhi me nonën e vet Aminën në moshën 6 vjeçare për të vizituar dajat, nona kanë nitë këtu në Quba, pastaj rrugës ndron jetë nona e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka ardhur në Medinë për herë të parë, ka qëndruar pikërisht tek gjaku vet, si më thon, tek njerëzit e vet në Quba. Dhe aty ka ndërtuar xhaminë e parë në jetën e tij, sallallahu alaihi wasallam, xhaminë e Qubas. Normalisht që ka mirësi dhe vlerë falja në xhaminë e Qubas. Ta shohim hadithin dhe flasim. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tregon, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vinte në xhaminë e Qubas I hipur ose në këmbë. Pra ka pas vizituar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhaminë e Qubas periodikisht. Po thuaj se çdo të shtunë shkonte në Quba, falta atje namazet dhe kthehej. Po ku është vlera, se s'është përmend hadithi I vlerës. Ne kemi thënë që autori që ka bërë librin ka vënë kusht që hadithet që do të përmend do të plotësojnë kriteret e transmetimit në Buhari dhe Muslim, edhe në tekst edhe në transmetim. Kështu që nuk ka plotësuar kriterin, por në Buhari është hadithi tjetër dhe në Muslim është hadithi tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush pastrohet në shtëpinë e tij ose në vendin ku po rri, dhe pastaj shkon në xhumë për të falë namaz, çdo lloj namazi, qoftë farz, qoftë sunet, çdo lloj namazi. Zoti ja jep shpërblimin e umrës. Allahu ja jep shpërblimin e umrës. Ky është shpërblimi I faljes në xhaminë e Qubas. Po mirë, nëse dikush shkon pa abdes, ka dhe transmetime që nëse njëri shkon pa abdes dhe falet, mund ta marrë shpërblimin. Po shumica e dietarëve thonë që duhet të jetë në abdes, duke u nisur nga hadithi që ne përmendëm. Kush pastrohet në shtëpinë e tij, pra merr abdes dhe del, shkon në Quba, fal namaz farz apo çdo lloj namazi, Allahu jep shpërblimin e haxhit, do të fal shpërblimin e umrës. Pa është fiksi umreja, se vapet e shpërblimit tani. Është se puna e khatmes me kul huwallahu ahad. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë kush e lexon 3 herë kul huwallahu ahad me shpërblimin e khatmes. Po mirë që lexon nga Fatihaja ke Nasi. Në njësoj shpërblimi I Zotit, po normalisht nuk ka njësoj. Kështu edhe kjo punë me fjalë. Nuk është puna e tij që tha kush rrin në xhami duke përmend Zotin deri në lindjen e diellit, pastaj fal 2 rekat namaz mas posi, pra që lejo falja namazit, I jep Zoti sevapin e haxhit dhe të umrës. Pa është në vërtet si haxhi, ka sevapin. Ka sevap. Allahu dhe mësimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.